më lëndoj, më tradhoj. Tregom a ki çajt për ta? Po. Tregom kur të kujtohet më shumë ti. Ku shoh njerëz të dashuar nëpër rrugë apo çifta apo Tregom cila është gabimi më i madh që i ke bu sa e kon lidhje me djalin. që kam bërë shumë për ta. Cila është gjëja më e madhe që ti ke bu për ta? I tregova familjes time? Si je? Mirë. Si kalon? Mirë. Me shëndet? Mirë. Tregom a ke qenë në dashur? Po, Ke qenë? po kam qenë. Pse sot nuk je? Sepse më lëndoj, më tradhoj Tradhoj. edhe Si e kuptove ti që ai tradhoj? po se ai nuk më kushton të më rëndësi, u largu nga unë, filloj të bënte ca gjeste që mua nuk pëlqenin edhe vendosa të heq dorë. E kuptove me kon ka tradhu? Jo, Se ke kuptu? jo. Tregom çka i tha kur kuptove që ishi dashur të ka tradhu. Qa i thash? Po, thjesht vendosa të largohem nga ai, sepse nuk doja që të kisha në jetën time një njeri i cili nuk më donte. Nuk donte. Tregom pse u zbeh dashnia e ti ndaj teje? Ndoshta distanca? Ka qenë larg ai? Po. Ku ka qenë? Po, ka qenë me shkollën dhe unë nuk kam qenë shumë e mundësishme për të takuar, nuk kam pas mundësi me taku shpesh. Ka qenë edhe në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë? Edhe në Shqipëri ka qenë dhe ai. Edhe në Shqipëri. Po, Në Shqipërisë? po. Tregom ai nuk ka pas mundësi marrë me taku ty? Se një njeri kur e do normal që edhe shkon në takon. Ndoshta edhe ka pas, po nuk ka dash ai. Tregom sa ki vuj ti mas që një ndo. Sa ke vujt? Kam vujt, por jo dhe aq shumë. Se kupton gjërat ftohen pastaj dhe një njeri që nuk don nuk e pse të vush për të. E ki harru? Ja. A më tregoj se ti. Që sa një do? 6 muaj? Që 6 muaj? Po. Tregom a ki çajt për ta? Po. Kur ka qenë hera fundi që ki çajt për ta që të ka marrë molli për ta? Kam qajt vetëm, ka qenë ajo periudhë gati një muaj që derisa u mësova për të, pastaj nuk kam qajt më sepse nuk ja vlen të mërsitesh. Dhe sa mësove me dhimbë. Kam kalu gjëra më të vështira në jetë edhe kjo nuk është si ishte shumë. Tregom shtet. Tregom kur të kujtohet më shumë ti. Ku shoh njerëz të dashuar nëpër rrugë apo çifta apo ku diun? A thush? A dhe na kena mujt më kom kështu. Po, sigurisht që the. Është më mirë ama keq për ty që jeni ndo. Të drejtën mendoj se është më mirë. Pse mendon që më mirë? Sepse unë jam përkushtuar më shumë jetës time, vetes time, shkollës, edhe mendoj që është më mirë. Është më mirë. Po. Tregom nëse ai çuni është agent intervist. Çka kishe pozicion me thon publikisht? Nuk du t'i them asgjë. Ja, diçka dush më thon. Ja. Tregom çka kishe thon? I kisha thënë që bëre shumë gabim, që më le, edhe i kisha thënë që faleminderit, tani jam më mirë. Tani e më mirë? Po. E tregom, a ke mujt me dosh në ikon mastina? Me dasht, jo. A ke besedu me në djallë tjetër? Masi që një ndo? Jo. S'ki besedu? Bisedu. Okej, kemi shkrujt, po jo që të kem, domethënë, Diçka ma... e, E tregom, a ishe martu në Kosovë? po. Kosovarët janë të bukur, janë të mirë. Janë të bukur e të mirë. E, Tregom, a ke folja me në djallë të Kosovës? jo. Asnjëherë? Jo. Tregom, cila është gabimi më i madh që i ke bu sa e kon lidhje me djalin? Që kam bërë shumë për ta. Ke bu shumë për ta. Po. Cila është gjëja më e madhe që ti ke bu për ta? I tregova familjes time. Pastaj, çata familja kur i thash që jeni ndo? Pastaj normal që u mërzitën dhe kjo gjë më mërziti më shumë. Sepse ato u mërzitën sepse unë po e vuaja dhe isha keq. E sot e vunë ende? Nuk e vuj se familja ime më kanë lënë shumë afër, edhe jam më mirë.